Ramush Haradinaj thotë se Alianca për Ardhmërinë e Kosovës në princip do ta votojë kryetarin e kuvendit, në princip e votojmë kandidatin për kryetar të kuvendit, do të bëjmë konsulta të ndërsjellta me partitë e tjera opozitare, me PDK-n dhe LDK-n. Konsiderojmë se konstituimi i kuvendit është në interes të gjithëve. Alianca angazhohet që qeverinë ta krijojë opozita, tha ai sot pasi u regjistrua si deputet i legjislaturës së ardhshme të kuvendit të Kosovës. Por Haradinaj u shpreh sërish i ashpër me partnerin e koalicionit, Fatmir Limajn, rreth pozicionimit të tij që nënkupton dhe mundësinë e votimit të një qeverie të re të Albin Kurtit. Nuk kemi komunikim me Limajn, në intervista e fundit e famshme, ka qenë shumë e vështirë pra krijimi shumicës në opozita vetvetiu. Pozicionimi i tij i hershëm e ka bërë shumë të vështirë, ka qenë i parakohshëm. Nëse Nisma dhe Limaj e mbështesin pushtetin, kuptohet që ata ndahen në ne, por është ndarje turpshme sepse kemi kërkuar vot për ndryshim, dhe sjellja e tyre, veprimi i tyre është mjaft i turpshëm. Në praktik nuk kemi pengu kur konstituimin e kuvendit dhe këtë nuk e bëjnë ndarazi nga opozita. Nuk besoj që partitë opozitare do të pozicionohen kundër konstituimit të kuvendit, por ndryshe është ndarje turpshme. Nuk është në rregull kur kemi kërkuar vot për ndryshim gjithandaj vendit, për vetëvendosjen e kemi një kërkesë. Ata me dalë në opozit, por opozita nuk kemi asnjë kusht. Nëse ndahet Limaj është më e vështirë, por do të vazhdojmë për shkak se edhe me votat e shumicës ende nuk ka një shumicë vetëvendosje, tha Haradinaj.